Përshëndetje, atëherë vetëm pak minuta më parë policia ka identifikuar personin që ka mbetur i vrarë nga atentati me armë zjarri në rrugën e vjetër të Rovitës që lidhet me Shkodrën. Ai është shtetasi Ajet Qokti, 26 vjeç, nga fshati Trush i Shkodrës. Ky i fundit ka qenë duke lëvizur së bashku me një kushërin e tij, identifikuar si shtetasi Agron në Qokri, në një mjet të tip kamionçin, nga mali i Jushit në drejtim të fshatit të Rovicë, kur i është zënë prit nga persona ende të paidentifikuar. Ata kanë qelluar në drejtim të automjetit ku lëvizin dy kushërin dhe përpasoj ka mbetur i vdekur në vend pasagjeri shtetasi Ajet Qokti, ndërkohë që drejtuesi i mjetit ka shpëtuar për mrekulli plumbave. Në drejtim të tyre është qelluar me përfshi automatiku, ndërkohë që mjeti ka lëvizur të paktën rreth 50 metra, ku më pas pasagjeri ka ndërruar jetë. Forcat e shumta policie ndodhen tashmë në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur hetimet. Ende nuk dihen arsyet e kësaj vrasje, ndërkohë që persona të ndryshëm po merren në pyetje për të sqaruar rrethanat, ndërkohë që edhe drejtuesi i mjetit është shoqëruar nga policia, i cili të dëshmojë para grupit hetimor për të zbardhur më tepër dhe mbi autorët dhe identitetin të tyre.